I ftuar në Senat Hilvatare deputeti i Partisë Socialiste Ben Blushi ka folur mbi referendumin që do të mbahet me anëtarësinë e kësaj partie më datën 9 prill. Blushi ka thënë se nuk do ta njohë rezultatin e këtij referendumi dhe se këtë e bën Edi Rama për shkak se ka frikë nga zgjedhjet. Nuk do ta njihni rezultatin e referendumit. Po si mund të njohë një zgjedhje, një grabitje? Kjo është një grabitje. A keni parë njëri që legalizon një grabitje? Unë nuk kam ndërmend të legalizoj një grabitje. Kjo është një mandat i grabitur që nuk mund ta legalizoj dhe nuk ka mundësi ta legalizoj. Edhe sikur doja, është e pamundur sepse të gjitha normat, ja u citova më përpara, janë shkelur. Çështja është se sa qesharak është bërë duke bashkuar me referendum dy mandate. Mandatin e kryeministrit, mandatin e kryetarit të partisë, për çfarë? Ta them për çfarë. E para ka frikë nga gara. Ju garantoj që nëse sot do kishte pasur zgjedhje të lira në Partinë Socialiste, pra të gjithë anëtarët do ishin thirrur të votonin. Dhe votat do numëroheshin siç duhet. Edi Rama nuk fiton. E di pse? Sepse nuk është kryetari i Partisë Socialiste, është kryetari i Rilindjes. Rilindja është një grup që ka pushtuar një parti. Deputeti Blushi gjithashtu ka thënë se shifrat e anëtarësisë janë manipuluar, duke qenë se tjetër shifër ishte në Kongres dhe tjetër shifër është deklaruar për referendumin. Një zëdhënëse e Rilindjes tha deputete. Zëdhënëse e Rilindjes deputete gjithashtu. Tha marrin pjesë 81.000 vet. Vetëm kjo shifër rrezon Kongresin, sepse Kongresi është ndërtuar me bazë të listave. Kongresi ka një parim. Ndërtohet me parimin me normën 1/100. Pra për çdo 100 antar ka një delegat në Kongres. E di sa antar, sa delegatë nxjerrin në Kongres? 940. Që do thotë për një listë, më fal, 94.000 vet. Sot u tha që lista është 81.000. Vetëm kjo rrezon Kongresi sepse i heq 130 delegatë, e kupton? Të po thosha. Pra, numri i sotëm rrezon Kongresi që u mbajt para 3 javësh, para bien të gjitha vendimet që janë marrë, sepse është një kongres me 94.000 antar, që kanë prodhuar 940 delegat, kur në fakt lista pas ka qenë siç u tha sot 81.000 vet. E di pse është bërë kjo? Për t'u shpjeguar në fund. Po. Për të ulur, është ulur numri, në fakt ky është numër real. Unë besoj më shumë se janë 81.000 se 94.000, ai ishte i trukuar për të rritur artificialisht Kongresin, sepse i ka zënë paniku i pjesëmarrjes. Referendumet quhen valide apo të vlefshme vetëm nëse 51% votojnë. E listës marrin pjesë. Pra sepse i ka zënë paniku, se duke shkuar nga një truk në tjetrën, nga një gënjeshtër në tjetrën, i ka zënë paniku i pjesëmarrjes. Pyetja e këtij referendumi është absurde sipas Blushit, duke qenë se i heq të drejtën e zgjedhjes së kryetarit të antarëve të Partisë Socialiste dhe ja jep këtë të drejtë aleatëve të qeverisë, konkretisht Ilir Metës. Nesër është dita ende. Po. Ka parlament. Ne jemi në koalicion, ne nuk jemi parti autonome, në kuptimin parlamentar të fjalës. Pra nuk kemi 71 mandate nga 140 që kërkon Kushtetua e Republikës së Shqipërisë për të qeverisur. Ne kemi rreth 62-63 mandate sot. Pjesën e mbetur të mandateve, deri te 71 dhe sipër, i ka një parti tjetër. Po. Pra, ju thash, po pra, sot është e mërkur, nesër është e ente. LSI-ja del nga koalicioni me ne. Siç ndodhi, se ka ndodhur kjo. A doli LSI-ja nga koalicioni me Sali Berishën vitin 2013? Po. 3 muaj para zgjedhjeve. Ju kujtohet apo jo? E zëm se LSI-ja e bën prapë të gjë. Dhe ky që është kryeministër, rrëzohet në parlament. Bie, sepse nuk i ka numrat për të qeverisur. A mund t'ju pyes kush është në atë moment kryetari i Partisë Socialiste sipas kësaj pyetje? Ju si mendoni, kush do jetë? Nuk e di, nuk kam. Prandaj them që kjo është një pyetje idiote. Kjo pyetje i heq të drejtën 81.000 antarëve të Partisë Socialiste të Shqipërisë të zgjedhin kryetarin e tyre dhe e jep të drejtë 20 mandateve të LSI-s. Kjo është ajo që po them unë. Prandaj pyetja është absurde. Unë po i flas antarëve të Partisë Socialiste, të cilët çfarë po ndodh me ata? Po i merret partia, po të zhvishen nga e drejta e votës. E drejta e votës po i delegohet Ilir Metës, LSI-s. Po i jepet LSI-s mundësia për zgjedh kryetarin e partisë tonë. Këto janë gjëra që unë nuk i pranoj. Rilindja sipas Blushit është një faliment politik që po i zë frymën shqiptarëve dhe duhet shkulur sa më shpejt. Nëse Partia Socialiste dhe Rilindja janë njësoj, Blushi paralajmëroi largimin e tij nga kjo parti. Unë Rilindjen e kam si eksperiment njerëzor, po duhesh edhe artistik. Sepse është një faliment të cilën nëse ka mundësi ta rrëzoj sot, rrëzoj Rilindjen. Rilindja si filozofi duhet rrëzuar, duhet shkulur. Aksioni im politik, ja u thash, është të bind sa më shumë shqiptar, socialist mbi të gjitha, po nuk ka rëndësi, po socialista dhe jo vetëm, për ta flakur Rilindjen si e fundmja
i fundmi eksperiment politik i cili po na zë frymën. Dhe këtë do ta bëni Po rrit duke qenë- emigracionin, I numëruam argumenta. Dhe këtë do ta bëni duke qenë pjesë e Partisë Socialiste apo duke dalë prej saj? unë ju thash deri tani kam marrë vetëm një vendim për të dalë nga rilindja. Nuk kam marrë vendim për të dalë nga PS-ja. Ditën që ju do mbindni, edhe unë do bindem, se PS-ja dhe rilindja janë njësoj, padyshim do marrë një vendim tjetër. Pasioni i mbledhësin nuk ka pse zhbëhet, po sigurisht do të përpiqem të ekuilibroj të dyja. Por për vitin e mbetur, kemi kaluar vetëm 3 muaj nga viti 2016, është sigurt që do merrem në mënyrë intensive me politikë. Kjo nuk sot.